Sot në këtë epizod të parë të sezonit të 5 të podcastit Flasim, nuk mund të ishte askush tjetër përveç se kryetarja e parë grua e Bashkisë Tiranës, Ogerta Manastirliu. Ku ke lindur ti? Kam lindur në Tiranë, në një familje të thjeshtë tiranëse. Dy prindrit e mi, mamaja valltare në ansamblin të operës dhe baletit, babai ushtarak. Unë jam rritur mes dy gjysheve të mia dhe hallave, xhaxhait, dajave, tezeve. Një familje e madhe. Po shkollet për gjimnazi shumë. Në moshën 14 vjeçare unë vajta në Itali, në Bari, ku duke qenë se halla ime ishte aty, pra jetonte aty, bëra studimet një vit në liceun klasik dhe ashtu adoleshente siç isha mendoja që duhet të kthehesha. U ktheva tek Sami Frashëri. Mbaj mend 97 ishte për të gjithë ne, për gjithë brezin ton, një moment i vështirë i historisë së Shqipërisë, po edhe një traumë e shoqërisë që ne na ka shënjuar si brez. Fillova ta ndjej që duhet kisha një rol sa do të vogël. Unë i besoj ëndrave dhe transformimeve të mëdha, po i besoj shumë punëve të vogla. Atyre të përditshme, mendoj që ato sjellin transformime të mëdha.